Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në Villa 24, jemi bashkë unë dhe Kati në kuzhinë si çdo ditë tjetër drejt për së drejti nga News 24. Mirëmëngjesi dashur. Mirëmëngjesi dhe ju të dashur Anvisa, ju urojmë një ditë bukur dhe ftojmë këtu tek këndi joni gatimit për paret si ta që do përcjellin por juve sot. Plot kemi, plot. Plot kemi, mbushur tryezën tonë dhe të fillojmë në fillim fare u mendova që të tregojmë sot mënyrën se si një pul të plot, në radhë parë se si mund ta zgjidhim pulën që të jetë situatë cilësore dhe nga e dallojmë. Në radhë të parë pulën e dallojmë nga pjesët e këmbëve. Nëse këmbët janë në këtë ngjyrën roz, do të thënë kështu të bardhë në roz, atëherë themi se pula është cilësore. E freskët. Nëse janë të zeza, atë ngjyrën e kuqe të zezë, atëherë nuk është për ne. Ka ecur shumë pula. Ka ecur shumë pula. Nuk është për ne. Kështu që unë para se të filloj që të përgatis dhe të them që një pul, neve në mënyrë ekonomike mund të bëjmë, do me thënë, 3 gatime. Ja, kështu, ky ishte debati jo në studio para se të fillonim. Si ta bëjmë një pul në 3 gatima? Dhe e bëjmë shumë mirë. Do të heqim fileto, do të heqim kofshët dhe pjesë e kraharorit, do t'i bëjmë, do me thënë, lëng për supë dhe do të tregoj. Por më përpara, do filloj për të bërë, sepse kam këtu lëng nga pul, të cilën do t'a bëj supë. Dhe pastaj do të tregoj dhe mënyrën se si mund të bëjmë lëngun e pulës, do me thënë, me atë pjesën e kraharorit të bëjmë lëng pule. Dhe sot, Kati, këtë pjesën e të qenurit sa më ekonomik në familje në kuzhinë ka menduar jo vetëm me pulën, po ndërkohë, këtu kemi edhe çfarë mbetet nga zarzavatet, nga jeshillëqet që kemi në shtëpi, për të krijuar atë lëngun e shishëm të perimeve që mund ta përdorim edhe për supra të ndryshme, edhe për gjellra të ndryshme, për të zëvendësuar ujin. Pra, çfarë mbetet aty? Degëza selinoje, bishta e qepet të njoma, fletëza nga qepët e thata, ndonjë pjesës limoni, bishta preshi, erza të freskëta, kopër, majdanoz, rozmarin, pra të gjitha këto këtu, asnjëherë nuk duhet të shkojnë dëm, edhe pse mund të duken thjesht si bishta qepe për shembull, ose ajo pjesa e preshit që nuk duam ta përdorim, na ka tepruar, nuk e flakim. Asnjë gjë, tamam ashtu si tha Anila, do me thënë këto, të gjitha janë ato që unë kam pastruar qepët e njoma, kam hequr, do me thënë, pjesë, këtu kam majdanozi i cili nuk është mirë, do me thënë, ta hedhim në sallat, se s'është, kam marrë pak atë ngjyrën e verdhë, qepë të cilët janë pjesa e parë e qepëve, këto fletzat janë pak më të ashpra. Zakonisht i heqim. Ato që i heqim, i marrim dhe i kemi për të përgatitur një, si thua, një lëngë të aromatizuar, ndërkohë këtu janë edhe këto karotat, që i kam hequr pjesën e kësaj lëkurës, që dhe lëkura është shumë e shëndetshme nëse doni ta dini. Gjithashtu i kemi lënë në ujë edhe këto pjesët që janë me gjethza, se edhe gjethet të konsumohen dhe bëhen, si thuash, edhe të ziera, edhe mund t'i bëjmë një salcë pesto me ato, do me thënë një salcë që përgatisim, dhe sa thamë gjithë këto neve, le të filloj këtu, se pastaj do t'tregoj edhe mënyrën se si do të bëhet. Që fillimisht do të hedhim për pjesën e supës, zëre se do kishim lëngun e mishit, neve kemi një lëng tjetër, do të hedhim gjalpin, do të hedhim edhe vajin, një supë të thjeshtë të cilën do t'a bëjmë me karota, por jo vetëm, do të hedhim këtu patate, mund të kemi patate të ëmbël, patate të cilën e kemi të zakonshme, qepët, një zbutje të lehtë, edhe me njëherë hedhim lëngun e pulës. Shumë thjesht për ta përgatitur. Një kavërdisje lehtë. Pra kam hedhur presh, kam hedhur patate të ëmbël dhe patate zakonshme, kam hedhur karot, edhe i qep. Këto janë fillimisht që kam hedhur. Do të shtojmë edhe një degëz selino, që kam këtu. Ta hedhim kështu të plot, gjitha këtu. Një kavërdisje të lehtë dhe do të shtojmë edhe lëngun e pulës ose lëngun e perimeve, çfarë mund të keni përgatitur ju. Ka që thjesht është mënyra se si mund të përgatisim një supë me karot ose dhe një supë me perime, ndërkohë që thjesht neve të na aromatizohen pak pjesa me gjalpin edhe me vajin, ndërkohë këtu kemi edhe ujin e ngrohtë, hedhim pak skrip, piper, tu kam kokra piperit të cilat do t'i hedhë lëngu i supës. Do me thënë i kockave, më fali.
Tani në ato do t'i grim, apo do i lëmë Këto sa të lëshojnë? Këto, në moment që do zjem për 25 minuta, do t'i kalojmë, do t'i bëjmë kremoze. Nuk do t'i lëkshtu në copza. Nëse duam që t'i lëmë në copza, mirë është që t'i bëjmë në copza më të vogla, në kubik më të vegjël. Tani nuk ka nevoj shumë, thash thjesht të shkri gjalpit, aromatizohet, një zbutje të lekë të këtyre dhe të heti me njerë edhe lëngun, 1 litër. Dhe lëmë që të na zije. Pra kjo ishte një supë e thjesht, e shpejt, e shishme, e shëndetshme. E shëndetshme, për të nisur vaktet, e ndërkohë që tani me çfarë do merremi? Tani Anila, do të merremi me treguar, do me thënë se si Atëherë, po, përqendrohemi një çik këtu, sepse dhe kjo do vëmendjen e vet. Pra, një pul për të mos e konsumuar të gjithën, shpesh edhe të pronë, varet dhe nga numri i personave që jemi në familje, varet dhe nga madhësia e pulës. Gjëja që ne do të bëjmë është do të ndajmë veç pjesën e mishit të bardh apo të gjoksit të pulës për ta kthyer në fileto. Po, e kthejmë në fileto këtë. Anila, kam atë të bardhën atje tutje. Çfarë është e bardha? Ajo pjata. Po. Nuk e ke, më atje tutje e ke këtu? E kam këtu. Ja, kjo është pjesa parë. E mbajmë me lëkurë se ka raste që përdorim edhe pjesën e lëkurës kur bëjmë, me thënë, mënyrën e llojit të gatimit që neve mund të bëjmë. Po. Vendosim atë, tani heqim edhe pjesën që mund të hiqnim kofshët përpara, po s'ka problem. Shikoni se si i heqim. Po. Duke ndjekur dhe formën. Formën e kraharorit. Po. Është shumë e thjeshtë për ta bërë, nuk ka ndonjë gjë. Ja, këto janë 2 filetot. Dhe madje kjo është filetoja më e butë, pjesa e kësaj, ngelet. Fileto dhe kontra fileto që themi neve. Tani, do thotë Katerina, po neve në harin për të konsumuar, se ne duam një kofsh pule vetë, për se cilin. Tani varet edhe si pas personave që kemi në shtëpi. Nëse janë që punojnë në ndërtim, sigurisht që duam të plot. Nëse jemi familjar, do me thënë që janë më të vegjë, tani, e mira është që gjithçka të racionohet. Shiko, edhe se sa mirë, do me thënë, se sa e freskët duket pula. Prandaj themi që duhet të kemi kujdes në mënyrë në radhë të parë se si, do me thënë, pshonisim. Pastaj se si gatuajmë. Se kur kemi produktet cilësore, edhe gatimi bëhet vetë. Në vërtet. Ato them dhe unë diçka me qënë se jemi të produkte cilësore. Po mund t'i thua Shanila ti, sa mund të tregoj. Qëllimet tona kryesore në Villa 24, përveç se të japim ide gatimi për të gjitha vaktet tuaja, nga mëngjesja deri në mbrëmje, t'ju sugjerojmë edhe produkte të shëndetshme, t'ju propozojmë gjithashtu edhe kompanit me të cilat ne bashkëpunojmë, dhe cilësia në fakt ne e kemi këtu të provuar çdo ditë, aty ku gatuajmë live për ju, kështu që asgjë nuk e bëjmë dot të padukshme, që do të thotë ne gatuajmë pafund receta me bazë mielli, me bazë brumi, dhe sigurisht të gjitha ne rezultojnë të shkëlqyera dhe ju i keni parë vetë, që nga i brumi që vjen aq këndshëm te bukët që të ftojnë ti konsumosh në recetat të tjera me miell misri, sepse kemi zgjedhur ti përgatisim pikërisht me miellin Ola nga kompania Atlas, dhe pak nga pak ne po i afrohemi edhe muajit mars që ajo që do të na duhet është ballokumja. Kështu që mielli i misrit i verdhë është ideal për ballokume, i bardhi gjithashtu, kështu që ne do t'i kemi edhe në studio ku do t'i përgatisim me shumë dashuri, e do të sillim edhe recetat që i dedikohen pikërisht muajit mars dhe ditës së verës gjithashtu. Meqense jemi te kompania Atlas, sigurisht që nuk është vetëm mielli ai që ne sjellim çdo ditë në recetat tona, po janë edhe pastat të cilat konsiderohen nga të gjithë, besoj, si pjata e preferuar, të gjithë i duan pastat, nga fëmijët e deri më të rriturit, formën e tyre e zgjidhni ju, Ola kujdeset që të sjelli cilësinë më të mirë të pastave në treg, të përgatitura nga maja e grurit, nga cilësia maksimale e përgatitjes së pastave, sigurisht që prodhohen në Itali, në mbretin e prodhimit të pastave, dhe vinë në Shqipëri në logon e Olës. Ju a sugjeroj t'i provoni dhe do thoni pas ke patur të drejta Nila dhe Katerina.
Me qënë se jemi këtu, le të mbetemi pak tek vakti ideal i të gjithëve për të nisur ditën, por jo vetëm edhe për të mbyllur atë, është veza. Veza O Vital vjen super e freskë, duke u kujdesur për cilësinë maksimale të mirëritjes së pulave, me ambiente super inovative, super të gjelbërta, larg komuniteteve të banuara, pikërisht për të ruajtur gjithçka dhe për të sjellë super të freskët dhe cilësore vezën në shtëpit tuaja. Edhe në fund të doja të përmendja e të falenderoja një tjetër bashkëpunëtor shumë të dashur e të shishëm tonin, siç është Tona, që na sjell ato vaktet e përditshme, shpesh edhe vaktet e shpejta që ne kemi të vështirë t'i japim, të ndërtojmë një recet. Tona na ndihmon me të gjitha llojet e produkteve të saj, nën produktet e mishit, me shijen tuaj të preferuar, që nga ato më klasike të salamit të turist artizanal, tek salami bira, tek prosciutërat që nga më i thjeshti i pizzave, por deri tek të tjerat më të shishëm edhe më interesant, të tymosur, panceta, kremviçe të mbushura me djathë, ato të pulës, më të thjeshta, ka pa fund produkte, janë mbi 80 produkte nën logon e Tona, të cilat ju e sugjeroj t'i provoni, t'i shijoni edhe të na kuptoni edhe ne, sepse kënaqemi kur i përgatisim këtu. Skuqëm atë pancetën dhe themi, lëshu ajo aroma sa aroma mirë dhe sa e mishë e shishme qërë. Çfarë bëre të ndërkohë ofisja? Ja, ti themi edhe njerë. Pra, janë këto 1-2 filetot. Kemi ndarë ndërkohë që përveç se këtyre 2 kofshve, shtojmë edhe 2 pjesët e krafve. Sepse edhe këto kanë edhe shijet mirë, edhe kanë pak mish, nuk janë fare. Tu kemi pjesën e kraharorit edhe pjesa tjetër që ngelet për të bërë, domethënë, lëngun e pulës. Kështu që unë mendoj se kjo për një gjellë me patate, një gjellë me tavë me makarona, apo një me oriz, apo me perime, është mjaftueshëm. Po. Ai që është më i madh, mund të marrë krahun edhe të marrë edhe një pjesë të kësaj. Ja, shtojmë dhe një krahun. Kështu që për 4 persona mendoj se është në rregull. Tani këto thamë për filetot që mund t'i bëjmë në mënyra të ndryshme. Dhe ne do i sjellim edhe në studio, herës tjetër, jo sot, se kemi planifikuar të tjera gjëra, ne sot menduam për të sjellë këto gjëra, domethënë tani te supa. Ja. Kjo tani do nxjerrë një lëng shumë të mirë, por jo vetëm pjesa e mishit, që do të thotë lëng, do t'a bëjmë të aromatizuar me këto gjërat e tjera që kemi. Pra pastruam qepët, kemi këto bishtat e qepëve, i hedhim. Kemi presh, hedhim presh, një kështu fetës limon, kemi rozmarin, kemi dafin, selino, majdanos të cilin na kanë ngelur dhe tani ky s'ka arsye të qëndrojmë më, kështu që e hedhim për ta bërë aromatizuar lëngun e mishit të pulës. Të bishtat e qepëve, qepët të cilat i kemi pastruar dhe kemi hequr ato fetzat e para, dhe tjetër, na duhet të shtojmë to karotat që kemi pastruar, nga gjella që kemi bërë, i hedhim edhe këto. Tjetër do shtojmë edhe kokra piperi, to janë që i japin edhe shije, edhe do të shtojmë edhe pak skrip. Dhe kështu do përfitojmë një lëng pule të cilën e mbajmë dhe e kemi për të bërë, do me thënë, përgatitur pilav, për të përgatitur supra të ndryshme, dhe e kemi në disa lloj gatimesh. Dhe këtu, tek i lëngu tani, ne do shtojmë ujë të ftohtë, nuk edhim ujë të ngrohtë. Tu përdorim ujë të ftohtë. Një herë tjetër do ju tregoj dhe mënyrën se si mund të përgatisim lëng me mish, domethënë, nga kockat e viçit. Jo t'i marrim t'i zjem direkt si bëjmë tani për punën e pulës, por ka tjetër proces që të bëhet tamam një lëng i mirë dhe i shishëm. Pastroj duart unë tani, sepse duan larë mirë. Lexoj recetat unë tani, se si kam lexuar akoma. Le të shohim pak recetat në ekran. Supë kremoze me karota. Përbërësit janë këto. 4 karota, një patate ëmbëlose e zakonshme, një pjesë fresh, një qep mesatare, një lugë supe vaj, një lugë supe gjalp, lëkura dhe lëngu i një portokalli,
një lugë çaj ginger, pak arë muskat, 1 litër lëng pule, ndërsa për servirje, kos i kulluar, djath i shkrir ose pana. Kisel me fruta të freskëta na duhen 2 moll, 1 portokall, 10 lule shtrydhe, 3 lugë supe sheqer, 3-4 lugë supe niseshte, 600 ml lëngë nga zierja e lëkurave të mollëve, ndërsa për servirje na duhen arra të grira dhe kanell. Shapkat, recetë tradicionale për brumin, 600 gram miell gruri, 2 vezë, 300 ml qumësh, për mbushje na duhet 1 kilogram spinaq, labot, 4-5 qep të njoma, kopër majdanoz, nenexhik, të gjitha këto të grira dhe imët madje, 2 lugë supe oriz, 150 gram djath, 1 filxhan çaj vaj, krip dhe piper. Okej, vijojmë tani me përgatitjen e recetës, e cila është? Receta e radhës, ne do të përgatisim një shapkat, të cilën ky është një gatim tradicional, e kemi bërë domethënë në mënyra të ndryshme, por sot do ta sjellim krejt ndryshe. Që do të thotë brumin do ta bëjmë vetëm me miell gruri dhe tek mielli grurit do të shtojmë edhe vezë, 2 vezë të plota, do të shtojmë, domethënë brumin do ta bëjmë me vezë, me qumësht, me krip. Ndërsa këtu për pjesën e mbushjeve mund të përdorim jeshillëqe të ndryshme, domethënë spinaq, labot, një lloj tjetër si tuash jeshillëku, që janë tani në kohën e pranverës. Gjithashtu do shtojmë qep të njoma, kopër, majdanoz edhe nenexhik. Madje mund të shtojmë këtu dhe ndonjë hudhër. Po, është hudhra të njoma, po. Kështu që i jep për shumë aromë edhe shije. Këtu te kjo të pjesë do të shtojmë edhe oriz, 1 filxhan të kafes oriz. Do të shtojmë, ja hedhim që tani edhe djathin, sepse kam shtypur pak unë, shumë me krip, hedhim edhe djath të bardhë. Tani djathin hidheni juve si pas mundësisë. 150 gram mirë është. Nëse doni dhe keni dëshirë të shtoni pak më tepër, mundet edhe t'i shtoni. Ne vazhdojmë të jemi ekonomik. Po kaq mjafton se sa për pak shije. Mjafton, atë them edhe unë, po që ka edhe kështu. Tani kujdeset edhe puna e kripës, në bazë domethënë të gjërave të djathit që do t'hidhi, do të shtoni edhe kripën. Unë do t'i shtoj edhe pak piper të zi, dhe e kemi gati. Tjetra që do të shtohet është vaj ulliri, ose edhe një vaj të zakonshëm. Tani e përziem pak të, dhe ndërkohë këtu do të përgatisim brumin. Falë pak për momentin. Tani përgatisim brumin, që do të thotë të hapim anila të mielin për çdo përdorim. Hop. Kërceu tuk. Po pudrosëm. S'ka gjë. Ja hapëm? Në rregull, ashtu. Jo, të hedhim vezët fillimisht, në fakt. Ta bëjmë pak më tutje këtë. Edhe leta ti hedhim këtu te kjo që kemi pas djathin. Djathin kemi patur, po. Kështu që nuk na... Një. Jo se s'jemi atë që themi gjithmonë, jo se s'jemi të sigurt për vezët, po është mirë që ti kontrollojmë. Dhe që ti kontrollojmë, duhet t'i hedhim veç e veç, në njërën veç në tjetën. I hedhim pra 2 vezë të plota. I trazojmë të trazojmë një qik mirë, do të hedh pak krip. Të piqet veza nga pjesa e kripës, edhe paka shumë i ikën edhe aroma. Kështu fillimisht, do me thënë era e vezës, hedhim një pjesë të qumshit fillimisht, hedhim mielin, dhe do shikojmë se sa miell do na duhet tjetër. Kjo është një shapkat që bëhet në zonën e Delvinës, kështu që duhet përshëndesim të gjitha zonja delvinjote që e përgatisin këtë, dhe në veçanti doja të përshëndes sot edhe kunatën time Dritën, sepse ajo na e bën shumë mirë këtë lloj gatimi, po është gatimi saj, domethënë që bën te këtë. Kështu që e përshëndesim dhe falenderojmë për recetën që na ofroi.
Se i thash ta bëj me ujë këtë brumin, jo, tha me qumësht, se qumësht i jep edhe shije, tha. Ja, ashtu. Kështu që bëj me qumësht. Edhe ne do të shojmë si do të dalë shëmgati tradicional. Edhe vez dhe me të drejtë. Në fakt, po. Me të drejtë në qumësht i veza nuk diskutohet që ka tjetër shije. Edhe brumi të jetë të paka shumë si brumi i kekut. E të razojmë mirë. Thjesht, rëndësi ka që të kemi përbërësit, edhe shumë thjesht bëhet. Ti hedhe dhe pak këtu. Duhet pak më i trash. Ashtu. Të marim edhe tavën tani. Furën e kemi ndezur. Po, e kemi të ndezur furën. Me një letër të afshim faktikisht që mos të ngjitës. Dhe mos të ngjitës do i hedhim vaj. Fillimisht. Do pak vaj në fund. Ashtu. Vajin e kemi këtu. Tani një qik vaj do kjo, se lakrat kush do t'i haj, vaj do t'i haj. Pa, s'ke hedhur shumë, jo, aqë, një lëri ke bërë tavës. Ashtu. E s'përkatim pak fillimisht me mihel. Edhe do të shtojmë edhe nga brumi që kemi pregatitur. Gjysmë, do me thënë, poshtë edhe një pjesë tjetër e mbajmë që ta shtrojmë lartë. Bëhet, si të thuash, shumë i shishëm, dhe pse mos të bëhet i shishëm, me këto gjëra që neve hedhim. Nëse e pam që nuk do në hari. Bëjmë një tjetër, thua? Jo, do shtojmë pak. Oke. A i thjesht një shtres e hollë, në fund duhet jetë besoj, po pra. E hapim, që do bëhet shtresa, komplet, me thëmë tavës. Edhe në momentin që hedhim lakrat, i hedhim në qëndër dhe ajo hap vetë mielin. Kështu që... Po, nga pesha. E largon. Edhe hap komplet. Edhe vaj, pastaj shkon edhe tek lakrat. Kjo është një shtres që i krijohet. Nga pjesa e, si thuash, e vezve dhe e qumshtit, i rrit edhe volumin. Tani për punën e pulës që kemi lënë atje, atë i ndajmë si që kemi, i mbledhim ose në enë që kemi, do me thëmë, plastike me kapak që vendosim në frigorifer, ose i mbledhim pastaj në një qese ose në letër telefon, dhe i vendosim në frigorifer. Nëse i kemi, do me thënë, që do t'i bëjmë, racionojmë si pas ditve, nëse i dua me ditë më vonë, i vendosim në ngrirje, dhe mirë është që mos të vendosin në ngrirje, mirë është t'i kemi, do me thënë, të përdorim. Në fakt, ato doja të thoja, që mirë, që pula e freskët, tjetër gjë pula e ngrirë, që ne e blejmë të ngrirë, por pula e freskët në fakt nuk rekomandohet të vendoset në ngrirje edhe të shkrijet më pas. Megjithatë, ne mund të gatuajmë një pjesë sot, le të themi kofshat dhe pjesën e krahut, dhe të nesër me bëjmë filetët dhe fare mirë tek pjesa e fresku, si që gjuajnë të frigoriferit, mund të qëndrojnë. Mund të pregatisim kotleta edhe i kemi, do me thënë që të ashtë. Unë do të hedhë të gjithë të masën, faktikisht, sepse si që shikoni kam shumë. Qështja është ne jemi duke shkuar drejt fundit, drejt fundit, ja do t'i tregojmë tani. Çfarë do bëjmë? Ja, kjo. Do hapet kështu komplet. Brumi që nga kam betur. Do t'i hedhim dhe pak vaj dhe do t'a vendosim në furë. Ne nuk do presim, do me thënë që të... Jo, do duhet t'a vendosim në furë që të japim mundësi të piqet, po. Okej, me ndështë është shumë e qartë. Jo, shumë e qartë, faktikisht ja kështu në këtë mënyrë. Mirë, leti japim tonë në nevojshme edhe marketingu, të shkojmë në hapësirën publicitare, ne në Kuzhinë vazhdojmë ju presim, kemi edhe një recet tjetër shumë interesante e të shishme me fruta të freskëta për të sjellë tek ju, pas pak kur të kthehemi në pjesën e dytë në Vila 24.
Shumë të mirë, kemi aroman në studio, se kemi mollën edhe kanelën. A, fillu? Nuk të them mollën kur fillojmë na, jo. Unë e marrë informacionin nga kufja edhe nuk i them Katit që jemi. Ska gjëse edhe unë punë bëj tani, nuk është dhe po bëjnë do një gjë. është njësojnë, edhe kur shkëputemi Kati nuk pushon asnjë sekond. Se kemi, thamë që do bëjmë kisel me mollë, por jo vetëm. Unë thash që do të bëj edhe me fruta faktikisht. Që kemi mollë, kemi ndoshta dhe 2 mollë, ose qërojmë mollët që i konsumojmë. Ato, si tuash, lëkurët, i marim i zijem dhe përfitojmë këtë lëngun. Por, unë që është e vërteta, kam hedhu dhe një lëkur limoni brënda. Okej, shumë mirë të bërë. Që të më japin, ndoshta limon, ndoshta një lëkur portokalli, shqyqysh zoti jemi të bekuar, do me thënë në këtë vënd, që kemi limona dhe portokalli, pa fund. Edhe mollë, edhe mollë. Qëfar nuk kemi neve? Dritën, diellin, ujin, detin, të tëra i kemi këtu. Të gjitha i kemi. Kështu që mos të ankohemi. Kemi këto, është pasuria më e madhe për ne. Ndërkohë, këto mollët i kam prerë në kubik të vegjël tani këtu dhe do t'i kem gati për t'i shtuar brenda tek pjesa e kësaj që do të kemi sheqer, një seshte, me qënë se mundodhën calule shtrydhe, do shtoj dhe ato, jo se është, qëfar fruta mund të keni ju në shtëpi? Me lëkurët e mollës, do të bëni si tuash një si krem bëhet. Ta bëjmë. Ta bëjmë dhe ta fillojmë, sepse duhet filluar dhe ta mbarojmë. Që të fitojmë pak kohë. I kam zjerë, kam kulluar lëngu, dhe tu tani do të shtojmë sheqer, 3 lugë sheqer do të hedhum për masën, 600 ml bana jo, 3 a 2 odha, hajte edhe gjusëm se s'maj më ndaj sa odha. 2 e gjusëm, 2 e 3 qerek. Ka që kemi thënë që nuk i duam shumë të ëmbla, edhe një seshten, po këtë më përpara do të trazoj, do me thënë, me pak ujë të ftohtë, me që se kisha të ngrohtë atë që kam zirë pjesën e këtyre, do t'i hedhë lëng portokalli, ta shkri me lëng portokalli. Do të marrë pak ujë të ta si një seshtes? Tek jo. Tek ajo, okej, me lëng ka qënë, kështu që. Edhe shtojmë edhe këtë, faleminderit Danila. Pra hedhim lëngun e lëkurve, do me thënë të mollës që kemi zirë, edhe shtuam edhe një lëkurë limoni brënda, kemi shtuar sheqerin, këtu tani do të hedhim edhe ujin. Unë kam shtuar dhe pak, me qënë se ishin këto portokallet të cila ishin kështu në ngjyrë të kuqe, më pëlqen edhe për ngjyrë, edhe për shije. Kështu që e tresim pjesën e një seshtes. Ja hedhim dhe këtë pakën që ka ngelur këtu. 3 lugë në total. E shikoni, nëse e pa do me thënë që ka nevoj që të shtoni pak më tepër lëngje, e shtoni. Okej. Anil do të më duhet edhe ai teli. Teli rahës, po. Ku e kemi? Të voglin, besoj? Në regull jemi me atë, faleminderit. Ka dhe më të madhë, po thash? Jo, jemi në regull, jemi shumë në regull. Tenqere vogël është ajo, kështu që besoj. Edhe dhe këtë këtu, edhe e të razojmë tani. Këto? Edhe na bëhet me njëherë, sepse e kemi pasur dhe të ngrohtë. Edhe shiko sa shpejt ju bë. Një kremi qastit, urdo më thuaj. Jo, e di, kam vetëm merakun e kohës, a do t'i griu këto? Ajo do frullëtuar, do me thënë do këthyrë në krem. Këtu në tenxhere po dhe kjo na u bë gati neve, se shko se sa shpejt që u bë gati. Do hedhim dhe frutat këtu tani, që do hedhë mollët fillimisht, mollët të cilat i kam spërkatur me pak lëng limoni. Nëse do t'a griu në supën, më thuaj. Ja, nëse a shumë mundet Shanila ta bësh. Aty në tenxhere do t'a bëj jeti? Në tenxhere do t'a bëj, direkt në tenxhere. Po është një qik problema jo për të haritur. Cila është problem? Priza? Po. Po jam, i do t'a gjejmë zgjidhjen? Ja ta e bëj. Do afroj tenxherën. Arrejtë. Hedhim edhe pjesën e lule shtrydheve. I trazojmë. Të marrin thjesht një val akoma, edhe kemi gati. Kaj shpejt, kaj thjesht, një paluze, ose kisel quhet për arsye se bëhet me pjesën e lëkurve të mollës, dhe prandaj quhet ka dhe këtë emrin kisel. Ndoshta do ketë qenë ndonjë zonë që e ka shpikur këtë recetë Anila, edhe ka pas emrin kisel që
ku vendos dhe emri. Se s'po të dëgjoja. Ëmbëlsira që pas ka marrë emrin Kisel. Them se do i ke qenë ndonjë zonë që ka pas emrin kështu edhe ka marrë edhe emërtimin edhe ëmbëlsira. Shiko se sa thjesht, ja kjo ishte. Ati hidhe një sy kësaj, mendoj se është okej. Janë perimet që ne i vendosëm në pjesën e parë për të zirë, i kemi frulluar tani, i kemi kthyer në një masë kremoze super, recetën të plot, videon e keni pak më vonë në YouTube. Të drejtën, bëhet shumë e mirë. Kata ishte nga priza, mendon se e kam ngrirë mjaftueshëm? E ke bërë shkëlqyer fare. A se vë në dyshim, Anila? Jo, nëse e dua më të hollë, pastaj mund të shtojmë pak lëng. Unë kam kanel, nëse doni, mund edhe me thënë t'i shtoni kanel sipër. Nëse keni ara, çfarë fruta mund keni në shtëpi? E pudrosni kështu edhe me kanel. E mira. Edhe nëse keni edhe nga këto fruta të tjera të thata. I vëm edhe sa mirë dalë kjo shikoj Menxhik, janë se si mund të kthejmë një lëng perime shumë të mirë, me shumë vitamina, të aromatizuar me erza, me kockat e pulës që ne ndam më njanë. Ashtu. Tani të vëm edhe me që kam pasur në energjik sot unë këtu në studio, t'i vë dhe pak në energjik. Do t'i shtosh në një gjë tjetër supës? Apo thjesht ta shërbejmë? Ato do ta shërbejmë dhe do... Ajo, o me pana? Aty në tas, ja hedh panën ti. Po. O me pana? Po. Krem djathi është aje po pana? Tu kam ose me krem djathi ose me pana. I kemi të dyja, i kemi të dyja. Ta mbush tasin nun? Po. Atë për supën e kemi. Tani, për pjesën e supës, nëse duam do me thënë që ta kemi më kremoze, po që kështu është fiks me sa shofun, nuk ka nevoj që të ashtu. Po këto i bëra Anila, tani të pastroj pak duar, t'i heq këto këtu, e t'i vëm në qendër të vëmendjes të duken çik më tepër. Qendër të vëmendjes. Tani unë pa e mbush pak që të duket se në shtëpi edhe nuk do t'i hedhim edhe pak pana ta bëjmë ashtu me një luk referotu. Bëja kështu si... Bëje vetë, po bëje. E bën ti, e bën shumë e bën. Kështu. Okej. Ti vëm këto këte Anila, edhe ti kemi këto të gjitha. Tani. Që të kemi këto vëndin bosh. Supa kremoze është kjo. Kisteli me moll është... është ky. është ky. Çfarë na ka mbetur pa treguar akoma, është në furr. Ja tani ta marrim dhe atë. E marrim dhe shapkatin. Edhe... jemi në rregull. Sa më pëlqen okati. Mustoj ko tani. Shiko, po si janë, ja do të shohim të gjithë. Po them kotun për këtë? Kishte të drejt që thosh që me qumësht edhe me vezë. Shiko, si është bërë. Rritë vëllimin. Mos më thoni që nuk po ja u hape dhe juve oreksin nga shtëpia. Ne përveç edhe shies. Shumë e mirë, faktikisht. Shumë e mirë. Ja dhe një mënyrë tjetër e përgatitjes të shapkatit. Si jemi me kohën e? Fiks për të thënë më rupafshim. Bukuri. Sa mirë i mbaruam gjitha. I nëzorëm ta ma mirë. Bukur, mirë, shishëm, falenderit. Me pak gjëra, një krem shumë i mirë. Të treja këto shkojnë, do me thënë. Me njëra tjetërën. Me njëra tjetërën, kombinojnë, qoftë për një drek, qoftë edhe për dark, do me thënë dhe ata, dhe për syfir. Pa tjetër. Sepse kanë vezën brënda qumshtin, do me thënë, ka vitamina, proteina, janë shumë të shëndetshme. Supa po e po, pastaj plus që vjen kremose dhe të mban. Nuk diskutohet, janë të gjitha të mira, të shishme, të shëndetshme dhe mund të them dhe ekonomike. E pat mënyrën se si neve i pregatitëm, treguam dhe mënyrën se si pregatitet edhe ai lëngu i pulës, ja ku e kemi këtë bëjeni, e tregoj dhe Anila pak përpara, dhe tani duhet t'ikim po pa tjetër Anil. Miru pafshim. Por nesër në orën 9 jemi në kuzhinë? Sigurisht me ide dhe receta të reja. Pa tjetër që po. Miru pafshim nga unë kalofshi bukur. Të lumshin duart. Pas reklamave në studio me të ftuarit, kënaqësia ime ka të rrofsh.